Jam në një nga pamjet më të bukura të jugut të Shqipërisë, në Kalan e Libohovës, një kala katërkondore, 70 metra e gjerë, 50 metra, 70 metra e gjatë, 50 metra e gjerë, në një lartësi thuajse 800 metra mbi nivelin e detit, me një pamje manitse. Para se t'i kthehem pamjes, duhet të tregoj ansamblin Libohova, i cili është duke marrë një valle atje poshtë, janë me veshjet e tyre popullore që janë veshje fantastike. Ndiqeni një moment vetëm vallen, po vi në këtë drejtim për t'ju treguar më mirë. Ansambli është me nxënës të shkollave të mesme, ndërkohë që po mundohem vetëm një sekond t'ju lë në muzikën e valles. Sepse pamja është fantastike, nga ky vend këtu, por i kthehem dhe njerë, ju mund të shihni të gjithë luginën e Drinos, malin e gjerë përballë, Gjirokastrën në këtë drejtim, Tepelenën pak më tutje, duhet një lartësi më e madhe për ta parë, ndërsa në fund të kësaj fushe, më në jug, shtrihet Janina. Pra ka qenë dhe rruga e rëndësishme e cila lidhte Janinën me pjesën tjetër të jugut, me pjesën tjetër të Shqipërisë, ndërkohë që poshtë shtrihet Libohova, mund të shihni sheshin e Libohovës aty ku është flamuri, sarajet e reja të bejlerëve të Libohovës, kryesisht të Myfit Bej Libohovës, si dhe fshatin i cili vazhdon jo vetëm këtë drejtim, po dhe në drejtimin përballë. Në drejtimin përballë është sahati i Libohovës, i cili ishte një sahat i çuditshëm. Është një sahat i cili nuk kishte orë, por këmbana binte çdo herë me numrin e orëve. Pra në orën 1 binte një herë, në orën 2 binte 2 herë, në orën eksakte. Pra kishte një person që paguaj vetëm për të rënë orës në orët më të sakta. Ndërkohë po vazhdon prap vallja, do doja t'ju lija edhe 1 minutë para se sa të filloj sërish me shpjegimin për të parë pjesën e ansamblit që është duke bërë një valle. Kalaja është shumë interesante, Kalaja është shumë interesante, gjëja më e bukur e saj është që brenda kalas kanë qenë sarajet e Shanishas. Pse? Sepse në vitin 1796 Kalaja u ndërtua me urdhër të Alipash Tepelenës si prik, pra si paj në dasëm e Shanishas, motrës tij. Shanishaja u martua me bejlerët e Libohovës, të cilët dominonin qytetin, dhe Alipasha vendosi t'i jepte asaj si paj një kalat, ndërtuar eksaktësisht në këtë kodër dominuese, mbi rrënoja dhe kalajet vjetër. U deshën 2 vjet punohet dhe siç thuhet, gurët kanë ardhur dorë në dorë nga lugina e nga dropulli poshtë deri këtu. Dhe kalaja u ndërtua për 2 vjet. Është një kala 4 këndore, ka 4 kulla kontrolli, dhe në qendër të saj, atje ku tani janë fëmijët e vegjël duke luajtur, ishte sarajet e Shanishas. Sarajet e Shanishas kishin 47 dhoma, quheshin Kalaja lë Chateau de Libohova, dhe ju mund të shihni vetëm një gravurë të mesit të shekullit të 19, për arsye se ata u ndërtuan thash rreth 1798-s, një gravurë franceze e cila tregon eksaktësisht se ku ishin, si ishte shatoja prej, ose sarajet prej 47 dhomash. Ato u shëmbën në vitin 1957, në vitet e regjimit komunist, dhe me gurët e saj u ndërtua qendra shëndetësore e Glinës. Ndërkohë që
ishin një prej sarajeve më të mëdha të zonës, por sarajet e reja Libohovat i zbritën poshtë për arsye të lehtësisë më të madhe, sepse në atë kohë karroca zbrisnin deri në atë zonë dhe kishin më të vështirë. Për të ardhur këtu duhet vije vetëm me kal. Pamja është spektakolare, absolutisht shiheni nga gjitha drejtimet që mund ta shohësh, ndërkohë që shihni dhe kullat, kullën e këtij drejtimi, kullën tjetër në atë drejtim, ndërkohë që po rikthehem dhe një këtu sepse pamja ishte më e bukur. Kalaja e Libohovës nuk u sulmua kurrë, nuk pati asnjë sulm mbi të, ose kalaja e Shanishas, edhe pse kalaja ishte relativisht e mbrojtur, ajo nuk pati nevojë kurrë që të përplasej, pra të kishte një luftë për t'u futur në dorë. Sot është një atrakcion turistik i shtuar i Libohovës, e cila ka një sër vendesh të vizitueshme, ka rrapin e saj të famshëm, ka sarajet e Libohovave poshtë, ka varret pagane, ka varrin e Shanishas që supozohet të jetë varri më i vjetër ende pra i identifikuar në Shqipëri, ndoshta më i vjetri, dhe sikur se thash, nëse ecën në këtë drejtim ti del në për kalan, e cila në murin rrethues të kalas si dhe në dy kullat rrethuese, në dy kullat mbrojtëse të saj. Tashmë në krah të mureve të kalas është ndërtuar dhe një bujtinë për të pritur turistët, dhe muret i shihni nga jashtë janë me gur të latuar, nga brenda guri është i palatuar dhe i çrregullt. Ndërkohë që prej largimit të Libohova, pra të bejlerëve të Libohovës nga ky drejtim, ka shërbyer për shumë gjëra. Në vitet e komunizmit ka qenë kamp kombëtar i pionerëve, të cilët vinin dhe qëndronin në një godinë ndërtuar brenda që është prishur tani. Më pas ka qenë repart ushtarak, madje mund të shihni që në rrënojat e sarajeve të bejlerëve është ndërtuar një vend strehim nën tokë, pra që shkon poshtë, dhe pamja përballë poshtë shumë e bukur, është mali i Buretos, 1763 metra i lartë, nga maji i cilit shihet Janina, mali Tomorit dhe gjithçka tjetër. Pra po të shihni edhe Sahati është në pikën më të lartë, madje thuaj që kur binte këmbana e Sahatit, ajo dëgjoi deri në Janin. Është shumë e bukur dhe pjesa tjetër e shtëpive, shihni kjo shtëpi 3 katëse, këtu shtëpia 2 katëse mbrapa, janë gjitha pjesë të trashëgimisë të rëndësishme kulturore të Libohovës. Kalaja e Libohovës nuk është shumë e njohur në Shqipëri, edhe pse është në gjendje perfekte, pra është i bie rreth 42.000 metra katror në mos gaboj, sepse është 70 me 50, vetëm pjesa e brendshme, jo i bie 4.200 metra katror afërsisht, ndërkohë që ka ende disa fortifikata që kanë mbetur, që kanë arritur të mbjetojnë, ndërkohë unë bozbres, po sikur se thash, kjo është pamja më e bukur që mund të shihni. Poshtë mund të shihni të veshura kostumet, por nga lart mund të shihni një prej pamjeve më të bukura, por rrotullohem edhe një herë për t'ju treguar të gjithën. Pra, këtu jemi me pamjen e rezervuarit, me pamjen e luginës Drinos, malit të gjerë, Gjirokastrës, Tepe Lenës në këtë drejtimin këtej, Janina nëse del në këndin tjetër, nëse rrotullohesh në këtë drejtim vjen mali i Buretos, lagja e sipërme e Libohovës, Sahati i Libohovës 1763, mbas këtij mali vjen Zagoria, një zonë tjetër e jashtëzakonshme, mali Buretos vetë është i famshëm për çajin e malit dhe rigonin e tij, është ndër më të njohurit çaji i malit i egër. Dhe pamja që sheh nga gjitha anët është shumë e bukur. Kalaja është ndër kalat më të mbrojtura, më të mirëmbajtura në Shqipëri. Kështu që po ju bëj edhe një përshëndetje të fundit nga kalaja e Libohovës, një prej kalave të bukura, po fatkeqësisht shumë pak vizituara në Shqipëri.